Bashkia Lushnjë, përveç një organizimi të thjeshtë me nxënësit e shkollave për të nderuar ndarjen nga jeta të ikonës së kinematografisë dhe zonjës së madhe lushnjare, Margarita Xhepa, nuk organizoi asgjë tjetër, ku të mundësonte qytetarëve lushnjar dhënien e lamtumirës së fundit, idhullit të tyre dhe bashkëqytetares së tyre. Bashkia u mjaftua vetëm me një njoftim në rrjetin social Facebook për homazhet që u zhvilluan sot në ambientet e brendshme të muzeut historik. Qytetarët nuk kishin dieni për homazhet sot dhe u shprehën të lënduar që ju mohua kjo mundësi. Jo, nuk e di. Nuk e di. Do doni të kishit bërë homazhe në një vend? Patjetër. Po nuk e di se ku bëhen dhe si bëhen. Nuk e di prandaj. I qoftë dhe u i lehtë, dhe nder dhe respekt për te. Unë di në Tiranë. Në Tiranë. Aktorin e madh lushnjar. Po këtu në Lushnjë, dini gjë, a ka në Lushnjë? Nuk jam ndjeni vend. Çfarë përshtypjesh ke për zonën Margarita Xhepa? Është e parrishme. Një nga aktorët më të mëdhenj që mund të ketë pasur, që kanë zgjedhur 3 euro në Lushnjë. Edhe një nga edhe Shqipëria dhe po në Shqipëri. Nuk e di. E dim. Ku bëhen homazhet? Ku do shkoni ti bëni? Tu në Lushnjë nuk e di, po di që bëhen në Tiranë. Edhe Margarita është një nga artistët më të mëdha që ka patur Shqipëria. Një zonjë nderuar, njëri tamam për ta respektuar kujtimin e saj. Zonjë shumë veçë. Vepra ta vazhdojnë fëmijët e saj dhe të jetë gjë e mirë. Ajo ka qenë soi grova, edhe mam do që ai çikë një fragment në pylli i lirisë, ke parasysh. Që vjen për të qarkur të lafet të çfarë. Çfarë të bësh ajo? Aq ka shkruar Perëndia.